Prokuroria e Korçës ka dhënë pretencën për shtatë të pandeurit e dosjes penale numër 252, që bën fjalë për ngjarjen e rëndë të shtënave me armë drejt Hotel Voloreka në Pogradec, duke rrezikuar seriozisht jetën e 10 pushuesve që ndodheshin mbrëmjen e 1 gushtit 2020 në hotel, si dhe jetën e vet Johan Muçllarit, djalit të pronarit të hotelit. Ngjarja që tronditi Pogradeci në kulmin e sezonit turistik është drejt fundit gjyqësor dhe pritet që pas dhënies së konkluzioneve të avokatëve mbrojtës të pandeurve, gjykata të shprehet me vendim për fajësinë apo pafajësinë e personave të proceduar. Gazetari Elton Qyno ka mësuar se të pandeur për këtë çështje janë marrë me Ardi Berberi, i njohur në Pogradec me Novkën Koro, i cili akuzohet nga prokuroria e rrethit për 5 vepra të rënda, duke filluar nga vrasje në rrethana cilësuese të mbetur në tentativë e deri tek shkatrimi i pronës, ndërsa lista e personave që janë vënë nën akuzë nga prokuroria vijon me Anterio Kaloshin, i dënuar me burgim të përjetshëm dhe që njihet si krau i djathtë i Laert Haxhiut. Të pandehur në këtë dosje janë edhe Ilir Meçolli dhe Mariglen Topozi, një personazh me CV të gjerë në kartotekën e policisë së Korçës. Më konkretisht, Prokuroria e Korçës gjatë leximit të pretencës kërkoi deklarimin fajtor dhe dënimin me 25 vite burgim të Meardi Berberit alias Koro për 5 akuza të ndryshme, si vrasje në rrethana cilësuese mbetur në tentativë, mbajtje pa leje armëve dhe municioneve, mbajtje pa leje armëve të ftohta dhe shkatrimi i pronës me mjete të tjera. Ndërkohë, prokuroria ka kërkuar 15 vite burgim për Anterio Kaloshin, i cili akuzohet për 4 vepra penale. Për Elvir Haxhia është kërkuar 24 vite burgim, i cili akuzohet për 3 vepra penale. 22 vite burgim u kërkua për Ilir Meçollin, 3 vite burg për Ardian Xhutin, 3 vite burg për Mariglen Topuzin dhe 9 vite burgim për Ervin Kalan. Sipas dosjes hetimore në datë 1 gusht 2020, rreth orës 2, në vendin e quajtur Hotel Voloreka, kanë shkuar 2 persona me motor, të cilët kanë tentuar të gjuajnë në drejtim të shtetasit Johan Muçallari dhe shokëve të tij, ku këta të fundit kanë qenë të ulur në një tavolinë jashtë lokalit. Gjithashtu ka rezultuar e provuar se në 8 gusht 2020, rreth orës 4:40, në vendin e quajtur Drilon, pranë Hotel Voloreka, ka pasur të shtëna me armë ku në vend ngjarje ka patur mjete të dëmtuara me armë zjarri dhe gjithashtu është qelluar me armë zjarri dhe në drejtim të Hotel Voloreka, konkretisht në pjesën përballë rrugës, ku në katin e 4 të godinës është vënë re se është qelluar në drejtim të njërës prej dhomave, ku rezulton se në këtë ambient qëndronte shtetasi Johan Muçllari.